Teatri Andon Zako Çajupi në Korçë solli mbrëmjen e djeshme premierën e shfaqjes Demos, një komedi satirike e Aristofanit, e sjell në një interpretim bashkëkohor nga trupa e teatrit. Me regji të Altin Bashës, shfaqja solli në skenë një ndërthurje të humorit, satirës dhe interpretimit artistik, duke tërhequr vëmendjen e publikut korçar. Demos vjen si një produksion që trajton përmes gjuhës së teatrit tema dhe fenomene me të cilat shoqëria përballet edhe sot, duke i dhënë veprës klasike një qasje moderne. Me sa duket natyra e politikës edhe shoqërisë nuk ndryshon shumë, ndryshon vetëm forma, kurse përmbajtja, natyra e pushtetit, forca e tij korruptive dhe edhe mënyra se si ai vritet shoqërisë, mbetet akoma një problematik që njerëzimi vazhdon ta përballojë në të njëjtën mënyrë. Kështu që edhe vepra e Aristofanit e shkruar pikërisht për këto shqetësime, me sa duket rezonon edhe sot, po aq fuqishëm. Kjo vepër ri shumë mirë për publikun sot. I flet shumë kohës, i flet shumë gjithçka që ne jetojmë, i flet pushtetit, pra i flet jetës sonë sot. Dhe mua më vjen shumë mirë që ne ja dolëm për të sjellë ngjarjet e ditëve tona, po plot humor siç Aristofani i ka shkruar. Një vlerë e shtuar e shfaqjes ishin edhe këngët me tekst të Aristofanit dhe muzikë të realizuar nga Trimor Dhomi, bazuar në motivet e jugut. Besoj që kemi najt besnik teknikës, stilit të muzikës jugut, posaçërisht në saz ISO, kemi pas edhe ISO polifoni, paka shumë në disa vende. Premiera e Demos shënon një tjetër produksion të rëndësishëm në repertorin e teatrit të Korçës, ndërsa shfaqja pritet të vijojë të jetë pjesë e programit të teatrit edhe në ditët në vazhdim.